Kanë edhe një gjë që qytetarët janë vedisu. Dhe mo nuk mundesh me shku me arrogancë dhe i papërgatitur. Pra, dy elementit që ka pas kundër kandidati më i fuqishëm, pra zoti Peci, nuk mundesh që gjithçka ta merresh si të mirëqenë. Pra duhet të luftosh për çdo gjë që ti pretendon që mund të arritësh kur ran pyetje çështja e votës apo e besimit, sepse ne pe keq përdorim vota. Vota është një besim, është një kontratë që e bën kryetari me qytetarët për 4 vitet e ardhshme, dhe kjo nuk është më çështje shakash, sepse qytetarët po dëshirojnë me jetu sipas standardeve evropiane. Pra edhe kjo është një temë që ndoshta duhet pas zgjedhjeve ta diskutojmë, që premtimet e radhas a duhet të jenë më përmbajtësore, sepse ka pasur premtime të cilat kanë qenë, jo edhe a duhet të jenë kompatibile me Bashkimin Evropian. Për shembull, ka shumë politika që ne i avokojmë të mëdha dhe ato nuk janë praktikën më në Bashkimin Evropian. Dhe kjo është një çështje që duhet të elaborohet, sepse mandej problemet nuk zgjidhen vetëm me një premtim apo me një votë më shumë.